Mirë se vini në episodin përmbyllës të podcast në rrjetë bashkë me mua Rrezik Qiku për vitin 2025. Kemi nderin që në episodin e fundit ta kemi një mysafir shumë të veçantë, kryetarin e Federatës së Basketbollit, Arben Feton. Kryetar, faleminderit shumë që jemi ne sot. Kënaqësi gjithmonë Rreze me bashkëbisedu me ty, kënaqësi edhe në këtë format. Po e shfrytëzojmë këtë bisedë si një reflektim për vitin 2025 dhe me prezantu vizionin e 2020 për vitin 2026. Gjatë vitit 2025, çu shkoi viti 2025 një përmbledhje e shkurtë? Besoj që si çdo vit tjetër para këtij, domethënë ka shku pak me sfida. Jo pak, me sfida. Po ka qenë vit i suksesshëm me këshyrë në përgjithësi, besoj. Kemi pas një pjesë norëve më të mirë ndonjëherë historikisht në nivel Superligës, që gjithmonë e kënaqësi sepse Superligën e kemi produktin kryesor, dhe ata që shet basketbollin në Kosovë. Ka shku me rezultate sfiduese të reprezentacionit të ekipet kombëtare. Aty po vazhdojmë mos me pas rezultate të mira tash sa vjet, kështu që natyrisht ajo është e dhimbshme dhe është e keqe për sportin tonë. Vazhdojmë me probleme financiare, të cilat sa shkojnë nuk vinë tu letu për neve, po shkojnë tu thellu për pa të keq. Po në përgjithësi besoj që ka qenë pak a shumë aty ku kemi prit para se me fillu ky vit. Një gjë që mua ka befasu ka qenë që s'kom prit që do ta kemi një stinor më të mirë sa që kemi pas vitin e kaluar. Po në 2025 në vërtet stinori ka qenë i mrekullueshëm. Kjo çka pam pjesën e dytë vitit do të thotë prej vjeshtës së tutje të stinorit 2025-2026 gjithashtu na jep me besu që kanë pas një stinor të mirë deri në fund. Edhe në përgjithësi besoj që ka qenë një vit i mirë. Si federatë jemi rrit, kemi pas disa organizime, disa angazhime që si kena pas kur më përpara këtu në Kosovë. Kena pas një vizitë për sekretarit përgjithshëm dhe kryetarit FIBA Evropës sërish për me na ridëshmu dhe një herë për krahjen të cilën e kanë ndonë, di që kanë qenë edhe musafirët e ty, kryetari Garbahoza. Kështu që në përgjithësi besoj që ka qenë një vit i mirë. Cili kish me qenë highlights i këtij viti, nëse kishe me veçu vesh një ngjarje ta theme? E kam shumë të vështirë me i veçu kështu ose me i ndo, po besoj që ka pas shumë momente të cilat edhe në kuptim pozitiv dhe në kuptim negativ do të t'i ka ndonë në ngjyrim këtij viti në fund. Nuk isha ditë me nda një, me thonë që ky ka qenë ai moment, po ka pas shumë momente të bukura, ka pas edhe shumë momente sfiduese. Viti 2025, më thonë si tash më përmbyllje, më thonë që për neve në federat ka qenë, me thonë bittersweet, edhe i ëmbël, edhe i hedh pak. Nuk ka qenë edhe bash i lehtë, për shkak të lasheve financiare të cilat i kemi, edhe për shkak se kemi pas një projekcion buxhetor i cili nuk është, tash po e them këtu ndoshta për herë të parë, po s'ka se ju, po një projekcion buxhetor të cilin nuk kemi arrit me përmbush. Kjo është e qartë edhe para se më përmbyll viti. Besoj që kjo pasi na ka shkaktuar natyrisht lashe tjera funksionale. Po si vit përmbyllës edhe për strategjinë të cilën e kena pas 2021-2025, kur ndalemi dhe shohim në retrospektiv krejt çka kena bërë gjatë kësaj periudhe, ai kemi mri shumicën e objektivave, i kemi mri. Kemi filluar me punu për strategjinë e re, kështu që nuk mund të mos jemi të kënaqur. Viti 2025 përmend edhe ti ka pas shumë aktivitete gara, aktivitete vendore, ndërkombëtare, po cili ka qenë vendimi më i vështirë që të ka dashur me marrë gjatë vitit 2025? Vendimet më të vështira rëndom kanë të bëjnë me ato veprimet kundërintuitive të cilat ne jemi detyruar me i marrë këtu në Federatën e Basketbollit të Kosovës. Zakonisht kanë të bëjnë me përfshirjen ose mos përfshirjen, me lejimin ose mos lejimin e publikut për me marrë pjesë në përgarat tona. Ne bëjmë çmos, jo vetëm në Federatën e Basketbollit, por këtë komuniteti i basketbollit bën çmos ton kohën për me pru publikun në sallë, e ne duhet mbledhëm me këto 13-15 veta në bordë dhe me thonë jo, kjo nuk bën. Kjo është më e keqja, kjo është më e rënda, po nuk bën për shkak të interesit të basketbollit. Nuk është që ka pas ndonjë vendim tjetër i cili ka qenë i rënd gjatë vitit 2025. Janë këto vendime të cilat tash mua kanë bërë 7 vjet të gjysmë këtë pozitë, do të thotë jemi mësuar me i marr, po këto vendime që atë kanë të bëjnë me zbrazjen e palestrave, me mos lejimin e udhëtimit publikut, me mos lejimin e tifozëve, do të thonë këto rëndom për ne janë më të vështira sepse ne të gjithë punojmë ditë e natë për me pru tifozën në palestër. Kështu që
besoj që aty dy ka kishte qenë mendimi më i rrallë. Me qenë se jemi të tifost, këtë vit kemi qenë dëshmitar se në secilin palestër secila palestër ka qenë të stërmbushur, sidomos në fazën e play-offit, për kredi Superliga ka qenë, themi, në një nivel tjetër. Po çfarë ndjesie të krijon ty me shku në palestra edhe me po krejt sallën ashtu të mbushur, me tifoz, me fëmijë, gra, duke përfshirë gjithë strukturat e njerëzve? Po natyrisht se kjo është domethënë është samiti këtë angazhimet të cilën na e bëjmë këtu. Domethënë na punojmë ditë e natë për ta sjellë tifozin palestër, për të pas një garë të mirë, një integritet brenda garës edhe do të thotë me jalon gjithçka asaj e cila është vërtet sportive në fund. Fatmirësisht do të në basketbol ne më rri me bë këtë punë dhe besoj që kjo asnjë po na rezulton edhe me gjithë këtë interesim të cilin e kemi. Kemi pas palestra të stërmbushura dhe vërtet gjatë këtij viti do të thotë i kanë dhënë gjatë vitit 2025 i kanë dhënë kështu një shmek të vërtet ja ka dhënë do të thotë atmosfera cilën për shembull kemi pas në Gjakov, atmosfera që ne kemi pas në Mitrovica, që besa në të gjitha qytetet, mos i mes bësh dikujt, por në shumicën e qyteteve do të kena pas atmosfera të jashtëzakonshme, edhe në Prishtinë do të thotë për Ligën e 1 kena pas një atmosferë të jashtëzakonshme për finale dhe për finalet të kupës. Do të është e mira është që tash këto atmosfera më në realitet mos i bim sysh, po në realitet nuk po prishën. Se na kena pas atmosfera të jashtëzakonshme edhe viteve të kaluara, po mas ne ka ndodhur një ekses i vogël i cili kanë herë ka përfunduar me ekses vogël, kanë herë është zhvilluar diçka që ka mujt me pas për masa tragjike. Kështu që tash jemi me fat që nuk po ndodh më një gjë e tillë, jemi me fat që edhe publiku e ka kuptuar që Federata e Basketbollit të Kosovës është vërtet rigoroze dhe strikte për me rujt këtë nivel, sepse për ndryshe do të thotë ne kishim me rreziku gjithçka që kemi punuar për me arrit ka gjatë këtyre viteve të fundit. Për mua personalisht është ndjenjë veçantë. Unë kisha dashur me pas mundësinë që në secilën ndeshje me pas një atmosferë të tillë. Ne jemi duke punuar në federat, po jo vetëm federat, po në nivel të klubeve dhe këto duhet me e thonë, do të thotë me plot gojë që klubet janë duke punuar maksimalisht për me sjell publikun brenda palestrës, kur të sheh një strukturë tillë çfarë po e përmend ti, natyrisht të jep një ndjenjë të veçantë. Unë mendoj që sporti vërtet është një show, është një shfaqje në të cilën përballen dy ekipe, të cilat duhet luftojnë me të gjitha mjetet sportive për me dalë një ngathnimtar. Jemi shumë e fat që si sport nuk kemi barazim. Do me thonë sportin ton janë ka me fitu në fund pa tjetër. Kështu që ata luftojnë me gjitha mjetet e tyre sportive për të mri deri te rezultati, po tash nuk e kam përpara ndonjë statistik, po jam prej duke qenë që i shikoj vërtet 90% të ndeshjeve që zhvillohen në nivel Superligës, ndoshta 30, 40, 50% prej tyre gjatë këtij viti kalendarik 2025 i kanë fituar ekipet mysafire. Kanë shku, kanë fitu, po shkry ndeshja, kanë shku në shtëpi, nga njerë me pak fishklime, nga njerë me pak të shara, po kryesisht kanë shku edhe me duar trokitje, do të kanë shku në shtëpi, se u kry ndeshja dhe po vazhdojnë. Kështu që kjo është ajo që neve na e vërtet kënaqësinë. Duke marrë parasysh atmosferën që krijojnë tifozët. A ka pas ndonjë ndeshje që të ka emocionuar më shumë gjatë këtij stinori? Qoftë ndeshjen për kredi Superligë, qoftë ndeshjet e Kosovës apo diçka që po e mban mend kur po ta bëj pyetjen? Po më kthehen ato ndeshje në të cilat ne kemi mundësu që me pas tifoz të dy ekipeve, të ekipeve kundërshtare. Shumica prej tyre kanë kalu mirë, me disa do të thotë shprehje verbale që nuk kisha dashur me ndi megjithatë në ndeshjet tona, shumica kanë kalu mirë, po ajo më jep ndjenjë veçantë për shkak se në kohën kur un kam luajt vet, me që është një shekull më parë, do të thotë na kena pas atmosferën e tillë pothuajse në çdo ndeshje. Do të thotë ka pas tifoz të dyja parë. Nuk ka qenë e lehtë për mu menaxhu, tash në retrospektive kuptoj se sa vështirë ka qenë me menaxhu një situatë e tillë, po do të thotë ma bën një flashback për ato, do të thotë se çush na kemi luajtur në atë kohë dhe sa ka qenë me thonë emocionuese si lojtar me dalë në një atmosferë të tillë. Vërtet, do të ndjenja të cilën më shpesh e kam për këta në çanti për djemtë dhe vajzat tona, do të thotë është pak e lakmis, sa mirë kanë ata. Sa mirë kanë tash, po punojnë si profesionist, po paguhen si profesionist, po dalin, po e kanë këtë kënaqësi se do të mendoj që sa do vjet me lujt çfarë do sporti, jo vetëm basketbol, po ose me qenë madje edhe do të në industri tjera artistike e tjera, do të me qenë aktor sa herë del në skenë,
gjithmonë e ki një emocion. Unë mendoj që ky emocion nuk heket kurrë. Njëjtë është edhe për sportistët, njëjtë është edhe për basketbollistat. E në fund krejt këtë melmesën kryesore, krejt kësaj atmosfere e japin tifozët. Kështu që jemi me fat si sport, që jemi sporti numër 1 për sa i përket shikueshmërisë. Jemi me fat si komunitet që vazhdojmë me u përkrah prej financiarisht prej sponsorëve tonë. Edhe jemi të mburremi me faktin që kemi arrit që basketbollin me e kthy edhe një herë aty ku e kemi konsideru si grup njerëzve që ka menaxhuar dhe udhëheq basketbollin që e meriton. Realisht me qenë sporti numër 1. Sot kusht. Ashtu Aty, me plus me sakt aty ku është. E di që unë kam kolegë në për federata tjera që mund mos më pëlqyk, ja. E di që kam në veçanti një mikë një kolegë në një federatë që thot që spaku vetë me veti, e den dhe thot që është sporti numër 1 se ka ma shumë mjetë, ma shumë parë, ma shumë sportistë të tjera, po na për shikueshmëri edhe për dashuri në për palestrat tona, besoj që e dëshmojmë çdo ditë që jemi sporti numër 1. Dhe jemi shembull për këtë padyshim. Në prag vitit 2026, cilat kanë me qenë 3 prioritetet që Federata Basketbollit do të ketë? Mendoj që duhemi me i ndo pak. Do të thonë, prioritet kryesor ka me qenë puna me trajner, po besoj për vitin 2026. Do të kishte me tinglu edhe klishe edhe pak sa e tepër me thonë puna me gjeneratat e reja, se cilin vete kemi thonë të njëjtën punë. Po vërtet e kemi domosdoshme me tentu mi konsolidu pak gjitha ato obligime administrative që kemi ja vendosur klubeve tona për sa i përket punës me gjeneratat e reja. Edhe në kuptim të brendshëm mendoj që është shumë e rëndësishme me e miratu strategjinë zhvillimore për 4 vite të ardhshme, për 5 vite të ardhshme, më falni, edhe për me e konsolidu për brenda strukturën e Federatës Basketbollit Kosovës, asisaj që me qenë edhe ma funksionale, edhe mi shërby ma e mirë tër komunitetit, mas pari komunitetit basketbollit, e mas ne edhe me pas paraqitje edhe paksa edhe më të mirë për publikun. Të jemi edhe më afër tifozëve dhe më afër publikut. Tash krejt kjo zbërthehet me aslejnë shumë veprime tjera që na presin gjatë vitit 2026, po këto në një përmbledhje shkurtër duhet të ishin 3 prioritetet kryesore. Baza e federatës për baza e funksionimit të vitin 2026 nuk është lehtë, edhe këto duna me thonë që nuk është lehtë me funksionu në një vit çfarë ka qenë viti 2025, për shkak se nuk kemi mri me siguru për krahjen e duhur për shumë projekte të cilat na presin, do të thotë për shkak të situatës që nga pas me 2 palë zgjedhje të cilat po na vetë qendrore kemi 2 palë zgjedhje dhe 2 palë zgjedhje masnë edhe lokale, do thot një palë zgjedhje me 2 runde të votimit. Kështu që këto natyrisht do të thotë se neve na pengojnë fillimisht na pengojnë në zhvillimin dhe mbarvajtjen e garës tonë, ashtu siç na e kemi planifiku, për shkak se na japim shumë mund edhe shumë energji në miratimin e kalendarëve të garave sa më herë se tjetë mundën për me qenë sa më të gatshëm me të gjitha palët e interesit, po jo veç në këtë drejtim, neve na pengon edhe fakti që s'kemi pas qeveri do të thotë me kompetencat plota për një vit tash, edhe kisha dashur me menu që për vitin e ardhshëm do ta kemi një qeveri e cila do të na përkrah për shkak se kemi shumë projekte, të cilat madje edhe një program kombëtar për zhvillimin e basketbollit, i cili pret miratim prej qeverisë, po shpresoj që vitin 2026 na gjej aty, për shkak se ky program do të ngërthen vete aq shumë komponente të cilat janë të rëndësishme për zhvillimin e sportit ton, saqë besoj që efekti i miratimit të këtij programi, natyrisht edhe financimit të tij, përkrahjes financiare të tij, kish me ndiku në avancim të basketbollit. E kjo është ajo që na natyrisht e mëtojmë secilën ditë. I përmende përfaqësuesit e reja. Në aspektin ndërkombëtar, cilat janë pritshmëritë për përfaqësuesit në vitin 2026? Kemi pas vitin e kaluar më të suksesshëm se këtë vit, çka 2026 çfarë na sjell me përfaqësuese? Në realitet, s'po vajtona me këtë konstatim. E kena pas një vit ku ne prej të garuarit në të gjitha grup moshat në divizionin B i kemi hub 2. Edhe tash garojmë divizionin C. Kështu që nuk është, kur të thash që kena pas rezultate jo të kënaqshme me ekipet kombëtare, më shumë e kisha mendjen tek këto ekipe se sa te rezultatet me ekipin A, me reprezentacionin A. Nuk është besoj situatë e dur për ne me garu në divizionin C në asnjërin prej divizioneve, në asnjërin prej grup moshave. Por duhet me u pajtu me fatin.
edhe me faktin që nuk kemi ekipet mirë fillta për të garu në divizionin B. Ne kemi pas një situatë paksa anomalike si vjet, ku kemi pas mundësi me kërku organizimin e divizionit B, po të ishim pjesë e garimit në atë nivel për Group Motion U16. Në diskutimet që ati kemi bërë për brenda federatës, e kemi kuptu që edhe po të kishim mundësi me infrastrukturë, se në vitet një qytet me 2 palestra, e me hotele, që na duhen hotele disa për të menaxhu në to gjatë muajve të verës, me akomodu 24 ekipe, plus zyrtarët e FIBA-s, plus refert, plus ekipet tona, plus e tjera, do të edhe po të kishim të dyja këto, ne nuk kishim fuqin garuese për me garu në divizionin B. Do me thonë, kjo është pjesa më e dhëmshme, edhe më e rënda për ne. Kështu që sa i përket gjeneratave të reja, mendoj që synimi jon duhet me qenë vitin 2026 me rifitu statusin e garimit në divizionin B me të gjitha, e këto duna me thonë gjithashtu do të thotë që nuk është fare e lehtë. Se ne prej vitit 2015 deri në vitin 2024 s'kemi mri një rezultat të tillë. E thash, a do ta kemi fatin që gjatë vitit 2026 më u kthy sërish, nuk e di, po koha do të na tregoj, ajo që unë e di sigurt është ne do ta bëjmë maksimumin për me asiguru kushtet optimale për punë, e qysh janë këto 2 gjenerata do ta shohim ka fundi verës. Ta shohim çfarë po na sjell vitin 2026. Me vërtet. Nga pavarësimi i basketbollit, pranimi në familjen e FIBA-s, cili është momenti kyç sipas teje për basketbollin kosovar? Unë mendoj që kyç ka qenë veprimin të cilën e ka ndërmarrë 90-ën, njerëz shumë më të vëmendshëm, më të aftë se sa tash që kanë qenë udhëheqësit basketbollit asaj kohe se sa që janë tash, sigurt, edhe matrima duna me thonë këto, për mos me e lënë basketbollin me ushu. Në fakt këtë lëvizjen olimpike dhe basketbollin mesin e tyre. Mendoj që ato 10 vjet të mëvetësimit, po në cilat i quajt mbijetesës, se ato do të kanë qenë vërtet përveç sa për me mbjetu, për me pas garë dhe mos me u lënë mushu gjithçka, e kanë kriju bazën e krejt kësaj që ka ndodhur mandej. Nuk është që ka merita, unë kam qenë vetë pjesë e grupit që e ka hartu aplikacionin për pranim FIBA. Pjesë e bordit në atë kohë. Krah i djathtë i kryetarit para Rensit në këtë pozitë. Kem punu ditë e natë bashkë me kryetarin dhe me sekretarin për aplikim edhe për pranim FIBA. Po nuk është që ka qenë merita jo në pranimin FIBA, për shkak se po të mësisht e pranimi i Komitetit Olimpik ndërkombëtar, pranimin FIBA nuk do ndodhte për neve. Kështu që prandaj po them, nështë momenti kyç ka qenë grupimi kur këta njerëz kanë vendosur me majt basketbollin gjallë. Krejt që ka ndodhur prej atij momenti e deri në pranimin FIBA është thjesht mbijetesë, nuk ka qenë as pak e lehtë. Nuk ka qenë e lehtë për kryetarin Beqa e Maspari me ndjes pas, do thotë për me vepru në kohë lufte, e me tentu me menaxhu me ekipe, e me gara, e me pas, do me thonë në kohë kur s'ka pas asnjë mjet, as për të zbatu diçka, asnjë financë për me mujt me mbjetu, do thotë gjithçka ka qenë vullnetare. Edhe mbas luftës, do thotë është përballë me një situatë tjetër, ku po vazhdoj të jemi pavarur për me organizu sportin brenda vendit, po vazhdoj me funksionu në brenda një kapsule të quajtur Kosovë, ku asnjë vendimi imi nuk njihet prej askujt jashtë, e as liga ime nuk njihet prej askujt jashtë, e as federata ime nuk ftohet askon. S'ka qenë fare e lehtë as në kohën e kryetarit Belegu deri në vitin 2010 për me funksionu, për të me qenë pjesë në secilit organizim, për me tentu me qenë pjesë në secilit organizim për me kërku pranim, po as kryetarit Gashi mandej, i cili për shembull e ka ndërmarrë një prej hapave për ndërkombëtarizim, i cili ka qenë shumë i rëndësishëm. Kjo ka qenë pranimi në ligën ballkanike dhe garimi në ligën ballkanike. As për neve mandej do të prej 2013 së tutje për të qenë pjesë e krejt zhvillimeve deri në 2015. Po 2015 gjithçka ka ndryshuar. Me pranimin tonë FIBA do të janë qel diapazone të reja, janë qel mundësi të reja, janë shfaq obligime të reja, kemi kalu në një nivel krejt tjetër, qoftë garimit, qoftë organizimit brenda federatës, qoftë pjesëmarrjes ndërkombëtare, qoftë organizimet që ati kanë bënë në emër FIBA-s, do të thotë prej vitit 2018 e tutje, nëse s'ka bëj, do me thonë se cilin vit ne kemi bërë diçka ma shumë se sa vitin e kaluar. Po besoj që vitin 2026 do të përpiqemi që në nivel politik e strategjik të bëjmë diçka ndoshta pak ma shumë.
se sa që këna bo viteve të kaluara, ndoshta me tentu me sjell edhe një organizim të bordit të FIBA Evropës në Prishtinë, mbetet për të pakë gjatë muajit mars, do të shohim, do të dim diçka më shumë gjatë 3 muajve të parë të vitit 2026, po në parim do të thonë prej mbijetesës deri te pavarësimi, prej pavarësimit deri te antarësimi, secili ka meritat për atë pjesë tjetë të edhe për atë, qysh me thonë, atë periudhë në të cilën ka qenë një përfshirë. Unë kam qenë lojtar prej vitit, themi, 93 deri në 2003. Për mu ka qenë lehtë, prej 93 deri në 98, unë i kam vesh dresat dhe kam shku në lojë. Po ata të cilët e kanë menaxhu ekipin tëm në atë kohë, domethënë mos i përmendni tash krejt me emra, ata kanë qenë njerëz të cilët kanë qenë me përgjegjësi shumë më të madhe, sepse kanë qenë përgjegjës edhe për sigurinë tëm që unë pas 14, 15, 16 vjet për të më çuar në Gjilan, Mpeje, Mitrovice, Gjako për të zhvilluar këto ndeshje. Kështu që e ata të cilët e kanë menaxhu federatën në atë kohë kanë pas përgjegjësi për krejt ekipet e krejt Kosovë. Kështu që domethënë me ton drejtën bona ka pak emocional kur flas për këtë punë, sepse tash jam në situatë shumë luksoze për vete, se nuk e kam atë frikën se çka po frikë se çka ka më ndodh. Domethënë unë jam në situatë ku menaxhimi më shumë strategjik është i rëndësishëm se sa menaxhimi detor i sigurisë edhe i frikës edhe e asaj se do ta mbijetojmë edhe një ditë më shumë. Po nuk e kam frikën për mbijetesë, nuk e kam problemin a do të më pranoj një ditë FIBA ajo, prandaj edhe po e shohim këtë zhvillim edhe këtë progres të basketbollit. Kur po them unë, s'po flas për veten, natyrisht po flas për komunitetin, për basketbollin, për ata të cilët menaxhojnë me sportin, administrojnë sportin e basketbollit, ata të cilët udhëheqin cilin do klub të Kosovës ose federatën sa. Sot cila është frika jote? Përmende se cila e top me frikat e veta, po sot cila është frika e Federatës Basketbollit? Unë mendoj që frika kryesore është që nuk do të kemi mundësi me materializu krejt dashurinë për basketbollin. Nuk do të kemi mundësi për 2 arsye. Para është për shkak se nuk po kemi infrastrukturë të mjaftueshme sportive, gjë që nuk është në dorën e komunitetit basketbollit, është më shumë në dorën e politikës edhe qeverisjes. Edhe e dyta është se nuk po kemi mjaftueshëm masa me stimulu zhvillimin e trajnerëve të dur për me punu me fëmijë, për me materializu atë dashuri. E kjo është në dorën e Federatës Basketbollit të Kosovës. E kjo është frika jam. So nuk friksona për gjëra të cilat nuk kam ndikim drejt për drejt. E për këto që kam ndikim drejt për drejt ose isha dashur me pas ndikim drejt për drejt, ajo më frikson. Se mendoj që mas pari do duhet me ditë, ne krejt kemi me mandate. Do thotë unë kam një mandat, do të shkoj, do të vjet dikush tjetër. Po me çka do të mbahemi mend për këtë punë që ne kena bërë për këtë mandat, unë kisha dashur me u majt mend, nëse ka një gjë për çka isha dashur me u majt mend, është pikërisht kjo. Me thonë që kemi vu bazamentin për zhvillim, edhe që kemi rri me e kriju një farë infrastrukture e cila na mundson zhvillim të mirëfillt. Përmende pak më herët pjesën tënde si basketbollist aktiv, po sa ndikon sot pjesa si ish basketbollist në mënyrën se si udhëheq sot Federatën e Basketbollit? Unë mendoj që ndikon edhe pozitivisht, ndoshta në disa raste pak edhe negativisht, për shkak të emocionit, për shkak se mu s'ka, domethënë numër sa herë më kanë thonë pjesëtarë të komunitetit tonë. Tash është ndryshe se e kena një basketbollist i cili e ka djersit fanellën, çfarë do niveli, se nësë kam qenë lojtar i mirë. Po bile jo mundu. Basketbollist kam qenë, po. E tash e kena ma letë nëse e kemi një basketbollist në krye. Do i them, po veç dallimi është që tash ky i cili ka qenë basketbollist, as nuk muj me krahasu vetëm me pararendësit e mi. Se unë ndi shumë obligim, shumë përgjegjësi. Ndi për shkak të saj. Prandaj po them ka njerëz të mirë, e ka njerëz të keq për shkak se edhe emocioni pak të ngreh me veti. Unë mendoj që është e mirë për shkak se jam në gjendje me kuptu prej lojtarit, e dejte bankat, e dejte trajneri, e dejte referi, do thotë jam në gjendje me kuptu për shkak se e di që si shkojnë dinamikat pak a shumë, domethënë qysh zhvillohet një stërvitje, çka bëhet para lojës, çka ndodh brenda lojës, çysh është reagimi mas time-outit, çysh është reagimi mas çerekut të parë, çerekut të dytë të tjera. Këto më imi kuptu. E keqja është se nga një herë domethënë mundohem me
me qit vetën në rolin e atyre lojtarëve. Ka një rëmdhimën ka pak. Po ish dash me bëu diçka më shumë. Për shembull, një vendim të cilin e kemi marrë na dhe kemi vazhduar me e marrë federat prej kur un jam këtu, do të thotë që lojtarin vendor do ta mbrojmë, do ta shtyjmë, do ta mbrojmë, do ta shtyjmë, do ta përkrahim, do ta bëjmë profesionistë të tjerë. Një prej vrejtjeve më të mëdha, kritika më të mëdha që i kam ndoshta prej komunitetit është pikërisht kjo, pse e bëjmë me ngulm këtë mbrojtje. Edhe nga një herë domethënë prapë po them, ndoshta është më shumë çështje emocioni se sa vlerësimi objektiv mbi ato se cili do duhet të jetë rregullimi i kësaj çështje për në të ardhmen. Edhe këtu duhet mandej me bë atë luftën e brendshme mes kokës dhe zemrës, domethënë ka një herë kam frikë që të zemra ma mund. Flasim pak edhe për bashkëpunimin e Federatës basketbollit me klube. Sa e mendon që sa i rëndësishëm është bashkëpunimi midis klubeve dhe federat dhe a mendon që Federata e basketbollit është në pikën e duhur në këtë bashkëpunim? Unë mendoj se është për kaq kohë sa do thotë un kam qenë pjesë e federatës, kam qenë pjesë e federatës edhe 5 vjet para se me marrë udhëheqjen e saj. Domethënë mendoj që është në nivelin më të lartë bashkëpunimit që ka pas ndonjëherë federata. Mendoj që është e mjaftueshme, mendoj që mund të bëhet edhe më shumë. Edhe për këtë punë natyrisht se përgjegjësinë kryesore e ndjej vet, sepse domethënë ne në federatë kemi vendosur këtë farë sistemi të komunikimit drejt për drejt me klube, para miratimit vendimeve kryesore, para miratimit sistemit garimit, të rregulloreve, propozicioneve e tjera, po nga njëherë po e kam bindjen që do duhet që të takoheshim edhe më shumë për të qenë edhe më transparent me ta. Mendoj që do të thotë është vërtetuar gjatë kësaj kohës fundit, spaku që disa vjet e fundit, që kemi pas fare pak reagime prej klubeve tona ndaj atyre vendimeve të cilat janë marrë prej federatës. Se kjo tregon që kryesisht do të thotë vendimet janë marrë në një farë forme spaku transparente, edhe kur jo gjitha kanë qenë në dobi ose do të thotë nuk i kanë shku për shtati klubeve, spaku janë marrë në mënyrë transparente, kryesisht do të thotë për me thonë vërtet mbi 90% gjitha vendimet që janë marrë parasysh edhe qëndrimet e klubeve ose qëndrimi i shumicës së klubeve. Megjithatë, për shembull, si vjet që kemi marrë 2 vendime në bord, të cilat po që jam pajtu për diçka tjetër me klubin në takimet që i kam pas, po ka qenë vlerësimi i bordit që ajo pajtueshmëri ose kërkesa e shumicës klubeve nuk ka qenë arsyeshme dhe jemi marrë vesh për diçka tjetër në bord, ose vendimet kanë qenë ndryshe, po kryesisht do të 90% rase vendimet spari ndahen me klubet, diskutohen me ta, merren qëndrimet kryesore dhe mirën pak a shumë bashkërisht. Kështu që në këtë drejtë mendoj që bashkëpunimi është i mirë, se ka më shumë hapësirë për me qenë dhe më i mirë, unë besoj që kjo punë limit s'ka kufi, s'ka, kështu që ka. Gjithmonë, e mira s'ka fund. Absolutisht, ka mundësi për më shumë me bashkë. Patjetër, po si e vlerëson zinxhirin e gjeneratave të reja të klubet, apo bëjmë mjaftueshëm klubet për gjenerata të reja? Apo bëjnë klubet mjaftueshëm? Jo. A mund bëjnë klubet shumë më shumë me këtë infrastrukturë sportive, fizike, të cilën e kanë, besoj që s'mund. Kështu që nga një herë dhe kërkesat tona për klubet mund të jenë paksa të parësyeshme. Nga një herë e kam edhe një bindje që po përpiqemi që të kërkojmë prej tyre diçka që është pothuajse pamundshme prej tyre me u bë. Por në anën tjetër se a ka përgjegjësi secili antar i Federatës basketbollit për zhvillimin e këtyre gjeneratave të reja, natyrisht se ka. Nuk mund të më thoj mua askush se kemi një situatë ku kemi një shumë të konsiderueshme parash, të cilat vijnë prej sponsorizimeve, që në realitet janë para publike. Shteti ka alokuar ato para publike, me thonë, këto mjete mund të mos i pagunin buxhetin ton, po t'ju paguni klubeve sportive ose federatave sportive për zhvillim të asaj që quhet interes publik. A duhet të shërbejmë interesit publik? Ne duhet të shërbejmë interesit publik. Kështu që ne prej vitit 2025 ka qenë një vit i kthesës për ne, për shkak se kemi bërë një vendim brenda bordit që ka thonë që në fakt kemi miratuar rregullore të veçantë, të cilat thotë që ne duhet një pjesë të hyrave të cilat i kemi të shpenzojmë për gjeneratat e reja. Artificialisht në këto zinxhire i kemi kriju tash 2-3 vite. Do të kemi thonë që asnjë klub i Superligës meshkujve s'mund garoj nëse nuk i ka gjeneratat e reja. Kemi thonë gjithashtu që të Superliga e femrave duhet të kenë spaku 2 gjenerata të reja. Edhe për ligën e parë kemi thonë për 2 gjenerata të reja. Etj. Artificialisht i kemi kriju. Po nga një herë këto
vendime artificiale nuk është që japin produktin të cilin ne mendojmë që duhet me e dho. Kështu që çka duhet me bë tash është me thonë të gjitha klubeve me thonë një pjesë mjeteve tuaja duhet i shpenzoni për gjenerata të ri. Ne jemi me fat që si komunitet gëzojmë mjaft shumë për krahje për sponsorizimet. Në disa raste ka edhe përkrahje paras publike përmes subvencione publike e tjera në për komuna të caktuara, do thotë ka disa klube që marrin vërtet do thotë shumë të konsiderueshme parash. Kështu që besoj që secili prej nesh ka për obligim që një pjesë të këtyre parave që merr me shfrytzu për gjeneratat e reja. Krahas gjeneratave të reja, çfarë po bën aktualisht Federata e Basketbollit për zhvillimin e gjyqtarëve dhe trajnerëve? Po për të dyja këto do të thotë ne punojmë vazhdimisht dhe është një situatë jashtëzakonisht dinamike. Në veçanti te refert, do thotë kemi pas 3-4 raste viteve të kaluara, në fakt ndoshta edhe më shumë 7-8 raste të viteve të kaluara që janë tërheq refert. Puna e refertëve është jashtëzakonisht e pafalendërueshme. Domethënë pritet që ta kryejnë punën e vet më së miri gjatë gjithë kohës, janë në vëzhgim publik gjatë gjithë kohës, edhe kur punojnë mirë, askush se përmend atë punë, por kur punojnë keq, asnjëherë në lup jo vetëm të organeve të federatës apo të komunitetit tonë, por të publikut, që e bën edhe më të dëmshme dhe më të rrezikshme, sepse tash me zhvillimin e mediave sociale do të thotë puna e tyre nga njëherë po vlerësohet, jo nga njëherë, po më shpesh se sa jo, vlerësohet e njerëzve të cilët as ide nuk ja kanë se çka është referimi, po kur del diçka dhe postohet diçka që është dëmtim i njërit klub apo klubit tjetër, masë vazhdon me eskalim të dhunës verbale, kërcënimeve, kanosjeve ndaj këtyre individëve, kështu që prapë po them do të është punë jashtëzakonisht e vështirë puna e referit. Unë vazhdoj të jemi kënaqur me nivelin e referimit dhe vazhdoj të them se fatmirësisht nuk ka tendencë, por aq sa ka gabime ka në gjithë në referime gjithkund. Do të thonë prej NBA-t deri te liga jone U10 gjithka ka gabime. Po nuk ka tendencë, s'ka përkrahje të hapur, s'ka manipulim, do të thotë këto ne nuk i kemi pas në sportin tonë. Për trajnerët në anën tjetër po përpiqemi maksimalisht me i mbrojt trajnerët tonë dhe me zhvillu një sistem i cili siguron profesionalizëm për trajnerët tonë. Ne kemi të trajnerët kemi edhe numrin e pamjaftueshëm, edhe prospektin për rritje të këtij numri e kemi shumë të vogël. Ne kemi rreth 100 trajnerë, dikon mes 100-120 trajnerë, varësisht prej cilit vit do të janë të regjistruar në Kosovë. Prej këtyre trajnerëve të basketbollit unë jam i bindur që spaku gjysma e tyre nuk e kanë veç këtë punë. E kanë një punë tjetër. O punojnë në bank, kryesisht në arsimtar të edukatës fizike, o e kanë edhe një punë tjetër dikun që e mbajnë. Kështu që, domethënë nuk është se kemi trajner profesional të mjaftueshëm në numër. Ajo që na duhet me kriju është sistemi i edukimit tyre dhe krijimi i një bazamenti administrativ, regulativ i cili ju garanton atyre punë. Tash me qitë në rrafsh personal, unë kam diskutuar me spaku 5-6 trajner të cilëve u kam ofruar vende pune në federatë. Edhe kam thonë, në rregull, po ti duhesh me lënë punën të cilën e ke. Këtu po të paguajmë më mirë se sa një arsimtar edukatës fizike, po që janë edhe benefite tjera, edhe ki mundësinë edhe prospektin e zhvillimit të tjera, po duhesh me lënë punën atje, edhe ta më kanë thonë jo. Cila mendon që është arsyeja me këto kushte me tonë jo? Arsyeja është veç një. Arsyeja është për shkak se ata nuk ndijnë sigurinë punësim si trajner të basketbollit. Ndërsa ndijnë sigurinë si punësim në institucionet arsimore. Arsye tjetër nuk mund të ketë, për shkak se do të thotë këtu unë do të thotë bile kjo ka qenë diku në fillim të mandatit, kur e kam thonë, që do bile spaku më të garantuar që për këto 4 vjet sa unë jam këtu, kimë qenë edhe ty, se do të thotë nuk ka asgjë të përjetshme më në këtë epokën e globalizimit, apo do të thotë nuk është kërkush, nuk hinua njerëz në punë me vendim në postë sikur këtu në erë dhe kanë marrë ka 40 vjet dhe kanë shkuar në pension. Kështu që tash bile një person i cili vjen si i tillë dhe thotë jo aspirata jam me qenë veç këtu duhet 2 herë më mendua don me marr puna jo. Kështu që tash duhet me pas me qenë shumë më me ambicie dhe më të motivuar. Sido që jetë me këtu temas pra. Domethënë ne duhet me kriju, na kemi kriju kushte për basketbollistët tonë me u ndi profesionist. Na duhet me kriju kushte që trajnerët tonë me u ndi profesionist këtu. Edhe duhet me destimulu, ashtu siç e kemi destimulu angazhimin e lojtarëve të huaj, ne duhet me destimulu angazhimin e trajnerëve të huaj. Ose bile spaku me kriju një farë baze minimale
të kritereve të cilat këta trajnerë të huaj të cilët angazhohen në Kosovë duhen mi plotësu për me qenë trajner në nivel të Superligës teknik. Ne këta kemi fillu këtë vit bashkë me shoqatën e trajnerëve, jemi duke mendu edhe në fakt jemi duke hartu një program për trajnimin e trajnerëve për vitin tjetër. A do duhet që të bënim më shumë këtë drejtim, unë besoj që po. Prandaj edhe thash një prej prioriteteve për vitin tashëm, vërtet duhet të jetë puna me trajner. Përmend edhe infrastrukturën, cili mendojnë që është investimi urgjent në infrastrukturë i cili duhet më u bë për zhvillimin e basketbollit dhe jo vetëm. Ato që kemi na kemi konstatu tash e 2 vjet në realitet ko. Ne kemi konstatu që ajo që duhet bëhem më një herë dhe do të thotë është nevoja më imediate e mundshme është krijimi i stabilimenteve për trajnim, domethënë qendrave trajnuese. Çka ka bërë Federata e Basketbollit të Kosovës këtë drejtim? Ne kemi përgatitur një projekt ideor, kemi përgatitur një projekt zbatues. E kemi hartu edhe kemi përshtat për ato pozita të cilat neve na kanë thonë që në të cilat potencialisht do të mund të mu vendos këto palestra, do të thotë një në Prishtinë, një në Prizren, po jemi duke prit për të dy komunave që të na ndahet prona komunale për zhvillimin e tyre. Gjithashtu kemi paraqit kërkesën në qeveri dhe na është miratu kjo kërkesë për Ministrisë Kulturës së Njësë Sportit për ndërtimin e 2 palestrave të para, por siç thash do thotë ishim pak pa fat që kishim një vit zgjedhor, edhe për fat keq nuk arritëm që me i nda parcelat për me fillu ndërtimin e këtyre palestra. Këto palestra do thotë si qendra trajnimi do të jenë bazamenti i zhvillimit të sporteve të brendshme, sporteve me dorë, kryesisht po edhe futsallit. Për shkak se ne nuk kemi kapacitetet mjaftueshme për momentin. Ajo që ka mujt me u bë prej Federatës Basketbollit të Kosovës veç është bë. Do thotë ne kemi një investim deri tash, kemi bërë një investim përveç kapaciteteve të brendshme të cilat i kemi angazhu për me punu në to, do të thotë investimi jonë arrin pothuajse në 6 shifra sa i përket kësaj pune. Po, pjesa tjetër i mbetet tash edhe autoriteteve komunale, këtyre 2 komunave, fatmirësisht do thotë i kemi kryetarët të cilët e dinë veç problematikën, se kanë qenë kryetarë dhe vitin e kaluar kur ju kemi drejtu këto kërkesa dhe formalisht tash po bëhet pothuajse një vit që ju kemi drejtu formalisht kërkesat për na nda parcelat e tokës për të zhvillu këto palestra, e po shpresoj që vitin e ardhshëm apo në këtë mandat të ri të tyre do të kemi zhvillime më konkrete për të fillu me një herë me ndërtimin e palestrave të reja. Kjo është ajo që e kemi më urgjente. Për të relaksu pak muhabet e so boko gja shumë serios. Çka të motivon çdo ditë me qenë kaq shumë aktiv dhe me punu drejt basketbollit? Përpjekja do të pikthejnë edhe një asaj, domethënë koka dhe zemra. Do të thotë arsyeja kryesore pse i kam hik kësaj pune ka qenë që kam menduar që më bëj diçka më shumë, diçka që unë se kom pas për veti, kur kam qenë lojtar. Edhe arsyeja pse përpiqem çdo ditë me bë më shumë këtë drejtim është pikërisht kjo. Domethënë jemi një grup i mirë i njerëzve që kemi fillu, i kemi hik kësaj pune bashkë, vazhdojmë të jemi bashkë, por derisa disa prej tyre nuk janë formalisht pjesë e federatës, më ne vazhdojmë të konsultu bashkë, vazhdojmë të taku, me bisedu për ata se çka mund të bëjmë më shumë për basketbollin. Unë mendoj që sporti është një prej aseteve më të mëdha të jetës time. Në ka kriju aq shumë kontakte, aq shumë miqësi, me aq shumë njerëz anë në Evropës e botës, sa që si aset besoj që nuk e di nëse ka pas në një faktor më të rëndësishëm në formësimin tim personal. Unë kam pas një pauzë pothuajse 10 vjeçare për sportit, do të totalisht, kam qenë jashtë, edhe kur jam kthy, më është duk që nuk ka mungu asnjë ditë. Kështu që kjo është efekti i sportit. Bashkë aty ku kam luajtur, bashkë aty më ka duk që do thotë, hey, deri dje u marrëm me çet punë, përveç se kur folshin diçka që ka ndodhur 2008-2009, nëse kisha idenë heq, domethënë. Leçë s'kam qenë palestër, s'kam hyrë palestër për 11 vjet, kam qenë veç një herë. Leçë s'kam qenë palestër, as në gazetë, në atë kohë gazeta kemi pas, as televizor s'kam qyr basketboll. Domethënë, këtë shkputje kam bërë për pothuajse 10 vjet. Jo pothuajse 10 vjet. Edhe mas 10 vjetëve, kur jam kysh, mu ka duk që, pardje e kom lon, sot u kysha, u ktheva pra. Kështu që besoj që ideja dhe përpjekja me lon me bë diçka më mirë është ajo që të motivon çdo ditë. Unë mendoj që secili prej nesh e kemi për obligim për këtë vendin ton me bë diçka, me dhon diçka.
Nëse e merr një segment i vogël, çfarë është basketbolli dhe përpiqesh me e dhënë më të mirën dhe investon energjinë tënde në të, besoj që nuk e di nëse është e mjaftueshme apo jo, po besoj që e ki atë ndjenjen që ke bërë diçka mirë për vendin tënd. Nëse i kishe zgjedh 3 cilësi tua personale që të kanë ndihmu me ardh deri sot ku je, cilat kishe me qenë? Uf. Mendova që për leton muhabetin të e bone më atëronta. Unë mendoj që a duhet me hek modestina me majtë? Kisha po me majtë. Me majtë modestin. Me qenë Samaral, besoj Me qenë Samaral duha me hek modestin. Po, okej. Okay. Unë mendoj që raportet që ati kam me krejt komunitetin, besimit cilin të tjerët e kanë që unë do të bëj punën ashtë të qysh ish dasht me e bo, edhe motivimit cilin e kam për mos me undalë në këtë drejtim, për kundër sfidave, për kundër problemeve, për kundër faktit që jo të gjitha vendimet cilat e marrim janë të duhurat, jo gjithmonë ja qëllojmë, nga njerë dështojmë, nga njerë dështojmë keqas, për mos me unal, do të të motivimi dhe ambicia është kjo. Mos me unal, derisa të arrim aty ku po përpiqemi që të arrim. Shpeshherë ditët e javës, muajt janë shumë ngarkuar për ty, po ku e gjen mbështetjen më të madhe? Fëmijët, familja, shokët? Është besoj e pamundun me e pas nivelin angazhimit të cilin unë e kam, pa e pas familjen mbrapa. Për shkak se është e pamundur me u angazhu jo veç në basketbol, se unë e kam edhe një punë tjetër. Krahas basketbollit. Mu angazhu në profesion ose mu angazhu në sport pa e pas për krajën e plot familjes. Sa për referencë, ndoshta si vjet i kam pas 2-13-15 udhëtime veç me basketbollin. Jam të vol për udhëtime të cilat i marrin 2-3 ditë prej familjes, 2-3 ditë prej vendit tonë të punës. Minimumi. Minimum. Kështu që është e pamundun për të mos e kisha bashkëshorten time e cila më përkrahën këtë drejtim, çikat e mia, të cilat janë natyrisht thelbi edhe syzheu i jetës time edhe gjithë asaj që unë e bëj, mos i kisha pas ato si përkrahase. Kështu që besoj që shoqënia natyrisht e lun rolin e vet, unë i kam edhe prindrit fatmirësisht ende gjallë, prindrit që më përkrahin shumë këtë punë, edhe nuk është edhe ata sakrifikojnë në kuptim të kohës të cilën e kalojnë me mua, për shkak se unë s'mund të jem aq sa kisha dashur të dhon, e le më aq sa don prindi me pas fëmin afër me ta. Kështu që besoj që familja është ai përkrahasi i parë, por përkrahasi numër 2 më njëherë për mua do të thotë është rrethi profesional me të cilin unë punoj, edhe miq të cilët i kam, të cilët më kanë përkrah me qenë pjesën e diçkaje, duke e lënë patjetër, duke lënë keq diçka në kuptim profesional. Se është e pamundur me thonjet pleqve tonë, është e pamundur me bë mirë pa lënë diçka keq. Kështu që jam mirënjohës që dhe vërtet. Kem fillu podcastin këtë vit, por cila ka qenë epizoda ma e veçantë për ty gjatë gjithë vitit? Mendoj që epizoda ma e veçantë ishte dashme qenë edhe për ty edhe për mua, kjo që e kemi bërë me Jorgen, me zotin Garbahoza, për shkak se i ka thonë disa gjëra aty të cilat kanë qenë të mira dhe të bukura për mua me një, natyrisht, si vëllëthes, por besoj që kanë qenë të mira dhe të bukura për krejt komunitetin tonë me basketbollit me një. Për ndryshe unë e di që disa prej tyre kanë qenë shumë të shikuar, shumë të dashur për publikun, edhe e di që ka qenë e rëndësishme për ne, me këtë podcast ka qenë e rëndësishme me tentu me i tregu disa anë të tjera, të krejt atyre njerëzve të cilë vinë dhe flasin këtu me ty, besoj që këto e ke arrit. Kështu që ndoshta më e veçanta, kjo me Jorgen, ndoshta më e bukura ka qenë ndonjëna që ne ke pas me ku e diun me Vullnetin, ose me Lejsonin, ose me Drilonin, ose me Dardanin, ato të gjithmonë. Ato top epizodat. Nxisin më shumë edhe shikueshmëri edhe më shumë reagime natyrisht, por për mua në të fjalët, nëse vërtet ndalim edhe ndëgjojmë disa fjalëve të zotit Garbahoza që ati ka thonë këtë podcast, ato duhet na shërbejnë gjithë dhe si motivim për punën vjen. Patjetër për fund, një urim për vitin 2026. Për podcastin, të rritet edhe më shumë, të kemi edhe më shumë mysafir interesant, më besoj që ky vit i parë nuk ka qenë i lehtë, por do të shkoj, jemi duke e zotru çdo ditë më mirë këtë punë, që do të shkoj duke u bërë çdo herë më mirë. Për komunitetin ton, veç shëndet e mbarësie, të kemi edhe më shumë suksese se sa që kena pas
viteve të kaluara, e për tifozët të gjitha klubeve të cilat na shikojnë, na dëgjojnë, shpresoj që ekipi ju të fitojë të bëhet kampion, se kjo është më rëndësi. Faleminderit shumë kryetar për kohën, energjinë dhe pasionin që çdo ditë ne që punojmë me ty e ndjej. Faleminderit shumë Rrezik Naci. Kaq nga ky epizod, ne shihemi prapë vitin 2026, ju mos harroni për 3 javë të fundit vizitoni Kosovo Basketball Federation dhe Kosova Women Basketball. Deri në takimin tonë të radhës, rini në rjetë.